Agron Malaj do të jetë një nga kandidatët për deputet të Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Kryebashkiaku i Matit ka vënë në dijeni Këshillin Bashkiak për largimin nga detyra, ndërsa Këshilli ka njoftuar mbledhje jashtëradhe ditën e mërkurë për të zgjedhur një nga zëvendës kryetarët për të drejtuar bashkinë deri në zgjedhjet e reja vendore. Në listën e Partisë Socialiste, Malaj do t'i bashkohen edhe kryebashkiaku i Beratit Ervin Demo, kryebashkiaku i Tepelenës Tërmet Peçi dhe kryebashkiakja e Dimalit Juliana Memaj. Lëvizje ka patur edhe ndër radhët e deputetëve. Petro Koçi ishte i pari nga socialistët e vjetër që njoftoi tërheqjen nga gara, pas vendimit të Edi Ramës që deputetët qoftë edhe me një mandat do të garojnë në listë hapur. Ai tha se do të vazhdojë të punojë për Partinë Socialiste. Unë nuk do të jem në listën përfaqësuese të kandidaturave për deputet, jo për ndonjë paburri politike, frikë dështimi personal apo braktisje të shpirtit të solidaritetit, por sepse ndryshe nga gjithë ju, jam i vetmi që nuk kam shansin e startit në kushte të barabarta, sepse nuk kam në ngarkim një zonë përgjegjësie politike elektorale. Unë do të punoj me Samaha Krau dhe kudo më shpihen këmbët për fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Vendim të cilin e kishte paralajmëruar dhe një ditë më parë në emisionin Real Story në ABC News. Nuk besoj se do jem të lista. Po Petro, kush nuk do hyjë të thotë fillim ta. Nuk kam një zonë. Një deputet që ka një zonë, ka një, po themi, një bazë. Përse do jesh fare? Po ndosha Rama ka dashur, të tund konetën e Partisë Socialiste, ndosha mund të... Unë do punoj për Partinë Socialiste, por nuk besoj se do jem... Pra, themi nëse do jeni në listë hapur, nuk do të pranonit kandidat. Duhet, ata që kanë një zonë, pra janë përgjegjës politik në një zonë, kuptohet që kanë një arsye më shumë për të kandiduar. Unë se kam të zonë. Deputetët burra nuk do të jetë vetmi që do të kërkojnë vota për vete në listë hapur. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët mëngjesin e kësaj të marte, Edi Rama nuk përjashtoi as gratë nga ky rregull. Kush ka qoftë dhe një mandat do të jetë në fushën e betejës për të marrë vota për vete dhe për Partinë Socialiste. Burrat nuk diskutohet, por edhe për gratë dhe vajzat përgjithsisht me ndonjë rast shumë të veçantë do të vlej ky parim. Tregon edhe se si do të jetë konfigurimi i parlamentit të ri. Në listën e mbyllur, një pjesë e madhe do të jenë njerëz që hynë për herë të parë në parlament. Fresh, pa ngarkesa. Dhe që vinë natyrisht nga kontributet caktuara në shoqëri, në fushat ndryshme etj, nuk diskutohet. Lista përfundimtare e skuadrës me të cilën Edi Rama do të shkojë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit do të zyrtarizohet nga kryesia e Partisë Socialiste, e cila do të mblidhet të mërkurën në orën 19.